Republika e Shqipërisë duhet të marrë përgjegjësinë sa i përket shqiptarëve të luginës së Preshevës. Ish-kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar, tashmë këshilltari i kryeministrit Albin Kurti për shqiptarët në luginën e Preshevës, Ragmi Mustafi kërkon nga Tirana zyrtare të marrë përgjegjësitë që i përcakton kushtetuta. Në një intervistë për Ora News, Mustafi theksoi se Kosova ka akorduar 4 milion euro si mbështetje për komunat shqiptare në Serbi, por kjo është e pamjaftueshme për çka kërkon vëmendjen e Shqipërisë. Kurti fillimisht ka filluar me mbështetjen një linjë buxhetore, prej tashmë ka arrit në 4 milion. Ka pas qasje proaktive sa i përket specializantëve, studentëve dhe sigurisht mbështetjen për ruajtjen e identitetit kombëtar të shqiptarëve në Preshevë, Bjanoz dhe Medvegjë. Unë bëj ftesë që edhe qeveria e Republikës së Shqipërisë të bashkohet një nisme të tillë për të ndihmuar shqiptarët e luginës së Preshevës, të cilët kanë më shumë se kur nevojë për shtetin am, dhe krahas asaj të adresojmë dhe artikulojmë problemet, diskriminimin, shtypjen me të cilët janë duke u ballavaçuar shqiptarët në Preshevë, Bjanoz dhe Medvegjë. Duke u ndalur tek problematikat me të cilat përballen shqiptarët në Serbi, Mustafi theksoi rëndësinë e ndërkombëtarizimit të problemeve, ku sukses konsideroi vënien e çështjes së luginës si temë në Washington. Edhe kongresmeni Keith Seth, që ja kaloi fillimisht në komitetin e tashmë në Komitetin e Politikave të Jashtme të Shtetet Bashkuara të Amerikës, Preshevë Valley Discrimination Assessment Act, një ligj shumë i rëndësishëm që ka vë çështjen e luginës së Preshevës si temë në Washington. Duhet bëhet shumë më shumë në artikulimin ndërkombëtar të çështjes së luginës së Preshevës për të kërkuar ndihmën e respektimit të drejtas së shqiptarëve në trojet e veta. Ndasit mes shqiptarëve në luginën e Preshevës bën që numri i deputetëve të ulet dhe shqiptarët pavarësisht peshës elektorale të përfaqësohen në parlament nga vetëm Shaib Kamberi, por si mund të arrihet një përfaqësim më e madhe? Sigurisht, brenda korpusit shqiptar politik në luginën të Preshevës ka divergjenca, megjithatë unë besoj që këtu roli i Shqipërisë dhe roli i Kosovës është i padiskutueshëm për të avancuar drejt një uniteti të përbashkët. Prej vitesh, shqiptarët në Preshevë, Bujanovce dhe Medvegjë përballen me një diskriminim të skajshëm ku pasivizimi i adresave të banimit është një nga çështjet më emergjente. Lidhur me këtë, së fundmi shqyrtimi i kësaj çështje në gjykatën e Strasburgut është një nga lajmet më të mira për shqiptarët atje.